Të lutem Edi. Faleminderit, Kryeministre, faleminderit Giorgia. Unë do të vazhdoj të flas në italisht pasi sot kemi edhe provën shkencore që përveç qeverisë italiane nuk ekziston një qeveri tjetër jo italiane që të flas 100% në italisht dhe është vetë ajo shqiptare. Kjo është një përgjegjësi më shumë për Italinë, që ta themi shkoqur dhe të jemi të qartë. Gjithashtu do doja të shtoja që sot për ne është një ditë absolutisht historike. Sa herë që unë shkoj në NATO, dëgjoj të flitet për një ditë historike, por historike është kjo këtu, sot, sepse për herë të parë, qeveria shqiptare ulet me qeverinë italiane për të folur për projekte të përbashkëta dhe për të folur për një të ardhme të përbashkët, por përveç se të flas edhe për të bërë një bilanc të gjërave që janë bërë dhe për të firmosur marrëveshje konkrete, për projekte konkrete. Të them të drejtën, në të gjitha vitet që unë kam pasur privilegjin për të udhëhequr drejtuar qeverinë e Shqipërisë, më duhet të them, dhe nuk janë pak këto vite, nuk kam pasur kurrë asnjë dyshim mbi qëllimet e mira, mbi dashurinë dhe dëshirën për të bërë nga ana e të gjitha qeverive të Italisë. Por me këtë qeveri është dashuria, është dëshira për të bërë, po është edhe të bërit. Dhe jemi vërtet shumë mirënjohës, sepse jo vetëm motra e madhe e Italisë është motra ime për zgjedhjet timen, jo të sajën, por dhe ministrat e saj qenë me ne shumë të gatshëm dhe vazhdojnë të jenë shumë të gatshëm për të na ndihmuar. Dhe besoj dhe shpresoj që të mos keq kuptohet dhe të mos merret për keq kur unë them në radhë të parë